Real Madridi po kalon në një moment as pak të mirë, ku përveç se do ta mbyllë sezonin pa trofe, situata ka eskaluar deri në përleshje fizike mes lojtarëve të ekipit. Gjithçka kulmoi të njëjtën kur Aurelien Tchouameni dhe Federico Valverde u përplasën fizikisht gjatë stërvitjes. Rasti që përfshin këtë dysh është epizodi më i fundit në një seri incidentesh që kanë bërë qëllime e zhveshjes së Real Madridit të kthehet në një ambient jashtëzakonisht toksik dhe të përçarë. Sipas mediave spanjolle, shkaku kryesor lidhet me vendimin e klubit për të ndarë me ish trajnerin Xabi Alonso, një vendim me të cilin shumë lojtarë nuk ishin dakord. Në skuadër kishte disa futbollistë që ishin pro Alonsos, por po aq të tjerë ishin në favor të largimit të tij. Kjo krijoi përplasje të brendshme, të cilat me kalimin e kohës janë përshkallëzuar dhe kanë çuar te incidentet e fundit, si ai mes Tchouamenit dhe Valverdes, si dhe një përplasje ku Antonio Rudiger thuhet se ka goditur me shuplak mbrojtësin Alvaro Carreras. Tani para se të mendoj për transferime, për formacione apo për revolucion në afatin kalimtar, Reali ka një mision edhe më urgjent: të ndalë zjarrin që po e djeg skuadrën nga brenda.